Si që dini tani më vendvotimet në Kosovë, 9% e pyetjeve janë mbyllur në kohë, dhe disa 10% e vendvotimet janë mbyllur me vonesa, por konsiderojmë se tani më gjitha vendvotimet janë mbyllur në kohë, edhe në periudhën kur janë mbyllur në këto 10% ka pasur qytetarë që ka pritur në radhë për votuar edhe janë lejuar për votuar. Normalisht sipas rezultateve tona që kemi pa në daljen e qytetarëve, konsiderojmë që 45% ka qenë dalja e qytetarëve, që është me minus plus 0.76 nga mostra prej 500 zhvillës që kemi përdorur në gjitha vendvotimet e Kosovës. Rikujtojmë se dalja e votësve në shkurt ka qenë 44 në Kine, domethënë rrallësisht është aty me shkurtin, dhe sa në vitin 2021 ka qenë 48.78, do thotë e qytetarët që kanë marrë pjesë në votime. Gjatë saj kohë që kemi raportuar gjatë ditës për mbledhjen në procesin e votimit, sepse normalisht procesi zgjedhor deri në certifikimin e zgjedhjeve nuk është i përmbyllur, por konsiderojmë se zgjedhjet ka qenë të lira, të ndershme dhe të drejta. Qytetarë, parti politike, komisione, gjithë aktorët që kanë të përfshirë në këtë proces kanë mundur të ushtrojnë të drejtat e tyre bazuar në ligjet dhe në rregullat që të përcaktojnë. Tani kemi rezultatet, ne kemi 90% të rezultateve nga mostra jonë, e cila rrallësisht garanton 1% gati se thuaj të saktë për subjektet politike, por gjithsesi për secilin subjekt politik kemi edhe margjinat e kalimit të cilat mund të lëvizin në këto përqindje. Konsiderojmë që krahasimi i daljes në votime, kur e shohim, krahasimi i rezultateve preliminare, domethënë të rezultateve të zgjedhjeve, por shihni se lëvizja vendose poshtë me 47.91%, Partia Demokratike e Kosovës me 21.08%, Lidhja Demokratike me 13.36%, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 5.62%, Nisma me 1.38%, Lista Serbe me 5.5%, edhe SPO apo Partia Opozicion nga Nenad Rashish me 0.90%. Në margjinat e gabimit që i konsiderojmë, domethënë lëvizja vendosje ka mundësi të lëvizë në plus minus 1.61% të këtij rezultati. Partia Demokratike ka mundësi të lëvizë në 1.38% të këtij rezultati. Aleanca për Ardhmërinë, Lidhja Demokratike ka mundësi të lëvizë 0.80% të këtij rezultati. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka mundësi të lëvizë në 0.79%. Nisma do thotë se subjekt politik mbetet jashtë parlamentit, por gjithsesi rezultati mund të lëvizë me 0.60%. Lista Serbe mund të lëvizë me plus minus 1.75%, edhe za Slobodnu Pravdu i Opstarat SPO mund të lëvizë me minus plus 0.51%. Në këto rezultate preliminare nuk janë të përfshira votat nga jashtë, edhe votat në kusht. Pragu zgjedhor për 5% i cili aplikohet, nuk ka rënë për vendet të rezervuar, do të janë në gjitha vendet tonë. Këto janë rezultat nga procesimi i 90% të vendeve, e ne gjatë kohës besoj që do të marrëm gjitha dhënat, edhe në bazë të mostrës sot do të shpërndajmë qoftë përmes një konferencë për media, ndoshta apo përmes rrjeteve sociale, edhe ulëse të sakta për secilin subjekt politik i cili do të jetë pjesë e parlamentit. Gjithashtu, ju njoftojmë ose rikujtojmë që pas përfundimit të numërimit të votave sot për subjekte politike, kutitë e votimit dërgohen në të gjitha qendrat e votimit në nivel komunal, në qendrat e numërimit komunal, edhe më atje nga nesër fillon numërimi për kandidatët. Dënëve gjithashtu kërkojmë nga subjekte politike që të presin rezultatet zyrtare, preliminare nga KQZ, megjithatë ne jemi organizata jo qeveritare, cilat besoj të mëllon një kontribut në legitimitetin e këtij procesi, në transparencën, në rregullsinë e këtij procesi, por këto janë rezultatet tona preliminare, nuk janë rezultatet zyrtare, por bazohen në praktikat 20 vjeçare, këto rezultatet cilat kemi dhënë, do të kanë qenë edhe rezultate gati thuajse finale.
Këtë rast, shfrytëzoj një falenderoj gjithëve, media, gjithëve qytetarëve që ka pasur besimin dhe vazhdojnë ta kenë besimin në demokracinë në prit, edhe gjithë vullnetarëve, 600 vullnetarëve që janë angazhuar me ditë të tëra, qoftë në përgatitjen e tyre për të marrë pjesa, o qoftë në angazhimin e sahtëshmëre, ma të tjerë ku janë në këto vend motimet derisa përmbyllet i gjithë procesin e umrimit.